Tani, me të drejtë qohën ju dhe thoni që aty ka dhe thirrje Berisha në burg, për shkak çfarë ndodhi? Po jap si njëri që ka parë live, domethënë që kam qenë atje. Mua më thirrën në dhomat e paraburgimit familjarët e atyre që ishin burgosur. Morën telefon, nuk i njihja. Konkretisht një familjar i Altinit që kishte probleme me djalin, më njofton nëpërmjet një miku tim, të lutem të shkosh çfarë mund të bësh atje, sepse kështu e kanë rrestuar, ai ka probleme me djalin, siç e dini ju. Shkuar se ka pasur demokrat që kanë vajtur 5 vite gjyqjeve dhe si keni dalë përsipër. Jo, e ke shumë kam pyetje, s'ka demokrat që si kemi shkuar në dhoma paraburgimit dhe personalisht edhe. Jo, të kam trajtuar me s'keni ku të gjeni se me çfarë do lloj proteste me këto me gjitha marrun me nxirrin i gjithë, nuk ka demokrat që ta nxjerrësh ti ashtu. Nuk ekziston ajo. Janë bërë 6300 kam sjellur 5 vjet në Tiranë për gjyqjet që si kanë mbaruar kurrë. Ato gjyqjes nuk kanë mbaruar as mua as njerëz, un kam 450 procedime, po tani që kemi ardhe keni thirrur ju bë deputet, ai shkreti vazhdon mbjell tokën. Po kam 4 vjet kam qenë unë as në punë as i gjë dhe kam vazhduar punët e mia. Gjithë kanë ato të vetat, edhe ti ke rrogën tande s'do të thotë që të bëjnë mirë që të binë. Jo, ai ka ardhur si protestues se keni thirrur ju dhe dilin zot. Jo, unë kam 30 qytetarë që janë kundër kësaj qeverie. Vinë gjithë. Dhe demokratëve nuk mund dalë ashtu të gënjeshtu se kemi dalë për Zot, se i kemi dalë për Zot, siç kemi punë do të dalim për. Edhe emrin edhe ju ballafaqoni. Edhe emrin ti gënjen ti gjithë ditën për atë se i kemi dalë për Zot që të gjithëve. Po s'keni dalë. Po që të gjithëve, po ta them unë, nuk ka një që si dalim për Zot. Sepse janë gjithë të regjistruar atje dhe nuk ndodh ajo sepse është formati i atij, se në çdo protestë që bëhet pas atyre shkojnë të gjithë deputetët nëpër rajone dhe ju i keni parë. Shkohet dhe tek gjykata nëse mbahen 72 orë dhe nëse është detyrim paraqitje janë avokatët e PD-s që i ndjekin, të gjithë ato. Gjithsesi, tek tema ku ishim. Në rastin konkret shkova sepse më thirrën pikërisht familjarët e personit dhe aty njëja dhe 2 persona, jo antar partie, po për shkak të misive të vjetra. Të mia kur kemi qenë 3, mosha tona, lëvizjet tona, shok që kemi pas nga daljet tona si 3. Të cilët ishin aty. Më thirrën ata dhe shkova atje, takoj familjarët, çdo gjë në rregull. Kur në një cep aty, nuk po i përmend se kush janë, këto partiçka që krijon Rama çdo palëzjedhje, ishin vënë në një cep aty, Berisha në burg. Shet, ti s'ke hall ti këtu jashtë. Këta janë brenda në burg dhe ti do të largosh njerëzit dhe çfarë ndodhi? Bën gjithë të gjurulldi aty dhe ata çuna që do ishin për të dalë, u mbajtën 72 orë. Se unë isha një ditë përpara atje, me të njëjtin problematik, me parafërsisht jo të njëjtët njerëz të ndryshëm të cilët ishin atje dhe i nxorrëm nga qelia. Sepse shkuan deputetës, ata s'kishin akuzë dhe ishin duke shkelur ligjin policia. I kishin kaluar 5 orarshi, aq lejohet ta mbajnë, dhe po i mbashin brenda në kafaz. Nuk u lejohet me ligj, duhet i lironin urgjentisht. Këta bën këtë gjurulldi, bën këtë zhurmë dhe mirë kaq, po nuk i shkojnë as që të shkojnë pasaj të merren atje me pjesën e dosjes, sepse ka i problem. Ju sot për shembull nuk keni dëgjuar, është Arbërleshi, unë se njoh. Se jo, e kam takuar aty. Unë bën që është një çmenduri, domethënë që vetëm në vendin tonë mund ndodhi kjo. Ai është lidhur me pranga në furgon policisë dhe është goditur me grushta nga një person i veshur civil brenda furgonit, gjatë rrugës që po e shoqëronin dhe ky thoshte unë jam gangsteri i gangsterëve. Në çdo vend të botës që do bësh problem parlament, bësh problem prokurori, këtu spitin zëri. Fare, prokuroria s'bën asgjë, as i mas, as e tret, as policin. Domethënë vetë ministri i brendshëm duhet të rrisë drejtorin e policisë. Drejtori i policisë duhet nisi hetim te rajoni 3 se ishin të treshëta. Ta s'ka nisur asgjë. Dhe vetëm gjë që bëjnë është që sulmojnë protestuesit, që i kanë rrahur vetë. Dhe këto për shembull janë gjëra të cilat ne po i ndjekim si parti demokratike dhe e kemi për detyrë, nuk po i bëjmë në nder. Po pse bojkotojnë parlamentin? Pse shkoni aty dhe ti bëni problem? Ja ta them edhe pse bojkotojnë parlamentin. Po shumë e drejtë, do ta them edhe atë. Në rastin konkret të qasjes që kanë 20-50 persona që dalin për t'i fryrë për të fituar në një pikë vetë, se janë të vegjël dhe kërkojnë të marrin një pikë vet. Tash që ka njerëz që më thonë, o Klevis, po në drejt vet janë ata duan të kapin një pikë politike. Mund të jetë, por ti s'mundet të godasësh të tjerët duke sulmuar ata cilët po bëjnë sakrificën atje për të përfituar ti pikë. Ti përfito pikë me qasjen tënde, përshtatju kërkesave të atyre, programit atyre, futin programin e partisë tënde. Po jo duke i prishur punë. Dhe për të kapur protestën. Partia Demokratike është një parti e madhe, ne mund të trasim gjithë strukturat, shkojmë 10.000 veta atje dhe ai të kapin protestën. Kjo protestë nuk ka nevojë të kapet, se pikërisht se s'ka element organizativ nga partitë politike, është e fortë kjo protestë. Kjo është vetëm arsye pse është e fortë. Pse? Shqipëria ka qenë në një anomali, ky është mendimi im personal. Ti kërkosh partive politike organizo protesta. Jo. Partitë politike japin alternativë.
Partitë politike japin program që njerëzit ti votojnë. Ti shikon si parti politike, nëse të përshtaten këto kërkesa, i merr dhe jep alternativën zgjidhjen e problemeve që ka vendi aktualisht. Është i vetmi vend Shqipëria që kërkon të protestën ta bëjë partia politike. Dhe ato protesta, un kam qenë nga organizatorët, po ata me të drejtë një qytetar thotë prit se ky ka interesin e vet personal aty. Ky mund të jetë duke gënjur për këtë akuzë apo për atë akuzë, sepse ka një interes direkt dhe kishin dyshime për protestën. Me të drejtë. Kjo mendoni se është me të drejtë mund të kishte dyshime, kurse në rastin konkret të kësaj proteste që habiten njerëzit që pse kanë këtë mbështetje, është sepse e besojnë dhe e ndjejnë njerëzit dhe nuk është një parti politike që po ja thotë. Janë qytetarë thjesht si çdo kush që e kanë vuajtur në kurriz dhe po të shikosh fjalimet e tyre, një pjesë madhe aty ka dhe çmendurira që thunë, në çdo protestë ka pas tek ne, ka tek to, ka kudo. Por po të dëgjosh thelbin e problemeve që ngrejnë ato aty, formën e diskutimit që ngrejnë ato aty, janë probleme shumë të prekshme, që asnjë deputet nga ne në parlament nuk ka arritur t'i preki siç i kanë prekur këta. Në këtë aspekt kjo protestë duhet mbrojtur, duhet mbështetur, por nuk ka nevojë për mua apo për dikë tjetër në politik të shkojë aty afër megafonit të bëj atë zhurmën e interesit banorëve. Shumë me grup xhirimi thonë. Ajo sulmi që i bëjnë këto dhe këtu po ju kujtoj se do dalë tek parlamentit. Dhe këtu po ju kujtoj protestën e studentëve. Janë po të njëjtët element, janë po të njëjtët individ që përdori qeveria atëherë për të prishur protestën e studentëve, e arriti me sukses dhe nuk fitoi ajo protestë ligjin reformën arsimtare e bën si deshën, ne vetëm këtë vit na kanë ikë 114.000 nxënës të tjerë, më pak. Pra e arritën ta shkatrojnë me të njëjtën formë, largoni opozitën thoshë. Po si e largoi opozitën? Opozita i ka denoncuar këto. Mund bëhet qefi që këta kanë ardhur tek këto kërkesat tona. Po këto janë kërkesat që kemi pas ne. I kemi prej kohësh këto kërkesa. Kodi zgjedhor që thonë, ne kemi shpall publikisht listat hapura 100%, nxirri. Këtë kërkojnë ata. Ne kemi kërkuar koalicionet, se i ka gjithë bota, se këtu janë heq koalicionet me atë pseudo opozita parlamentare, se këta kanë vite që kërkojnë zëvendësimin e opozitës. Dhe kërkojnë ta vënë, nuk ja del dot me atë, e provon ata me Lulin, erdhi Urikim, do hani Barës, do hani kështu, do hani ashtu, e pa nuk bëhet, nuk nxen ajo. Dhe këta që mundohen tani për të përfituar një interes të vetin ikin. Pyetja e fundit që të bëhet ju në lidhje pse shkojmë në parlament, qytetarët kanë bërë ca kërkesa.